Në të ardhmen, farmacinë humanët do ta kenë të implantuar në trup. Një pajisje e vogël do të implantohet në përmbajtje kanë qeliza të inxhinierizuara që janë në gjendje të prodhojnë ilaçe nga brenda trupit me kohë zgjatje deri në disa javë. Aktualisht kjo pajisje është testuar me sukses tek kavjet në laborator dhe mund të sjellë revolucion në mënyrën se si kurohen patologjitë kronike, duke eliminuar kështu atë të marrjes së ilaçeve tradicionale. Pajisja është krijuar nga një grup shkencëtarësh të disa universiteteve amerikane në bashkëpunim dhe puna studimore dhe rezultatet janë publikuar në revistën Device. Pajisja quhet Hobbit, përmban një sistem që prodhon oksigjen me një mini gjenerator, qeliza të modifikuara gjenetikisht, një bateri dhe pajisje mikroskopike elektrike që shërbejnë në rregullimin e oksigjenit dhe në komunikimin me pajisjet jashtë trupit nëpërmjet linjës wireless. Në testime, pajisja është implantuar në lëkurën e kavjeve e studiuesit kanë provuar që qelizave të modifikuara t'i japin komandë për të prodhuar 3 lloje të ndryshme molekulash. Testimet kanë zgjatur 30 ditë, nivelet e medikamenteve në gjak kanë qëndruar të stabilizuara dhe të larta dhe 65% e qelizave ka qëndruar vitale.